Nuk ka kushtuar shumë, ofër 2.000 euro është. U kallën nga krabaja. Përshëndetje mes të gazetës Demos. Sot gjendemi në vushtri dhe jo rastisht. Kemi ardhur te shtëpia e Fatmir Hajdinit, i cili ka bë dyert e oburrit të tij me fytyrën e Albin Kurtit. Sepse e ka marrë këtë iniciativë, do të flasim me të në vazhdim. Përshëndetje Fatmir. Përshëndetje. Atëherë, a mund të na tregu ku të ka ardhur ideja për me bë dyert e oburrit me fytyrën e Albin Kurtit? Po, në bazë Facebookut e TikTokut që kom po do BMW-ja dhe sana. Zakonisht, kryesorja që kom po për shkak punën tina që ka bo për Kosovën. Gjithmonë kom pas një dëshirë me bo diçka. E tani merr ideja një shok që punon që prodhojnë këtu me metalin një maqinë sensim, po ta diskutu me të, më propozuat me bo Albinin. Sot ka kushtu me bo? Nuk ka kushtu shumë, ofër 2.000 euro është. Çka kanë thonë familjarët e tu për këtë gjest që e ke bo? Cili ka qenë mendimi i tyre? Familjarët, zakonisht kur mirë ka thonë, da theshin ju se ka një pjesë që janë për shembull me Albinin, e da ka me pas komentet mira të këqija, po njëri bën atë çfarë dëshiron dhe ç'është ndihet. S'është moaj thoj zajt rreziku që i kam pas dikush atëherë me bë diçka kundër një partie, tash jemi të lirë, mundu me vendos me bë çka dojnë vet. Po. Mysafirët që të vina, ka pas komente që të kanë thonë se po na i qel derën me fytyrë të Albin Kurtit. Mysafirët, kur thot ai u kallën nga krabaja. Ka disa pityne që me të vërtetë, aden, s'kan qef me po përkundrazi, ai që s'don mos vjen në shkurt, nëse do të marrë, po mund të marrë, ai që pret të dera i parë është Albini, fotografia e tij, portreti i tij. A do të më pas leje qeveritare për me hik këtu ajo? Jo, të gjatë jemi të lirë, mundesh kush dojnë. Se tradita shqiptare të shqiptare, sidomos kur të vjen, jenë mirëseardhë. Kemi 2 shqipunje, 2 krenar, nënën e djathtë dhe majt Albinit, kemi hartën e Kosovës dhe hartën e Shqipërisë. S'ka me kranari se ta kish Albinin mes ato. Është diçka që është e kom pas ëndër, po shumë. E pas ke plotsu ëndrën? Po. Jam të e po edhe një kerç atje që e ki me Albin Kurtin edhe po shun Albin baba. Kush ta ka bo, ose qysh ka ideja për më bo? Makina është e një shokit, është Fitim Krasniqit, im shok. Kështu që e njoftua, thash i kam dhe gazetar, vinë me bisedu, në intervist, thash nëse ki ku, hajde, tani erdhe dhe kë. Po. është një makinë me shumë domethënie. Çfarë menimi keni çështu po qeveria se përshoq aty Kurti 3? Kurti 3 në rrugës është. S'ka ka shkën tjetër. Kurti 3 do të bëhet shumë shpejt. Besoj edhe shumë gazetarë nëpër televizionin në debate, veç i kanë rënë pishmën që u shtyë së bo qeveria se do të kthehet më fort se që ka Kurti 2. Shumë më fort. A kena i mendim për me bo një sen tjetër me Albin Kurtin përveç dyrve të oborrit? Për momentin do na me bo dhe një mur i kësaj dhe gjatë rrugës së është. Besoj që do na me bo dhe diçka. Nuk besoj që muna mu durua pa bo dhe një sen diçka. Mesazhi im për kretë është të jemi të lidhur njëri tjetër kur është pyetje interesi i shtetit, interesi kombëtar, pa më parasysh dallimet politike, do të bashkëpunojmë. Unë gjithmonë për Albinin më shumë se shkaku ndryshimet që i ka bë, çdo aspekt, sidomos me pjesën veriore të Mitrovicës, ka shumë asaj që s'dojnë ose se pranojnë, ama realiteti veç shihet.